në këtë verë të nxehtë për Edi Ramën. I pari ka qenë Taulanti, Blendi Gonxha, Zeqinea dhe Sara Mila. Të tjerët kanë heshtur si fije e varrit. Tani, Taulanti e vërteta është që ka bërë protagonizëm, nuk mund t'i morë. Në mbrojtje të Edi Ramës. Thuhet se do shpërblehet me postë e kryetarit parlamentit. Nuk e di. Por këtë kam deklaruar edhe këtu. Para 2-3 javësh më kanë thënë se ai është projektuar. Në këtë aspekt, duke e pa veten në rrethin më të ngushtë tek Ramës tani, mundet që Rama ta ketë ngarkuar Taulantin duke patur parasysh lidhjet e tij si mishi me thojnë me kartelin e Elbasanit. Mundet. E gjitha kjo, po. Tani, burimi, thot, këto i kam nga një burim serios policie, por verifikim duhet. Prandaj dhe, po të dojnë hetuesit, ta hetojnë. Fakti që është arrestuar Ergjys Agasi në thelb nuk i ndryshon shumë gjërat, për sa kohë që është Edi Rama ai i cili përcakton se kush do të ketë pushtet. Çfarë do thotë që mund të ngrejë një tjetër person i cili ashtu siç erdhi Ergjys Agasi nga le të themi një person i zakonshëm në administratë u bën një nga njerëzit më të fuqishëm. Dhe Rama këtë pushtet mund t'ia jap dhe dikujt tjetër. Në thelb të zgjidhjes është në një farë mënyrë lufta me kryeministrin Edi Rama. Si do cilët opozita në sesionin e ri parlamentar dhe në këtë pikë që kanë arritur gjërat, a ka kuptim që ju të qëndroni në tryezën e reformës zgjedhore për sa kohë që Edi Rama shkoi dhe bëri një le të themi propozim të njëanshëm për reformën territoriale? Tani, por reformën territoriale, ne sot kemi një mbledhje të Këshillit Kombëtar dhe një nga pikat në Nedicë është reforma territoriale ku do marrim vendimet tona. Pa diskutim që ne do i përgjigjemi bojkotit të njëanshëm që Edi Rama i bëri reformës territoriale. Ne kemi vazhduar punën për djeni, përfaqësuesit tanë kanë shkuar në të gjitha digjesat publike të organizuara dhe në gjitha protestat e organizuara për shkak të reformës. Kanë patur një konsult shumë të mirë me Kongresin e Autoriteteve Lokale Rajonale të Këshillit të Evropës. Kanë takuar përfaqësues të ambasadave të vendeve të mëdha në Tiranë. Këto gjërë tani, qëndrimi ynë tjetër do përcaktohet sot për hapa që do nërmarrim. Ne nuk tërhiqemi nga refuzimi kategorik i reformës Edi Rama.